nga Shqipëria, ata çoheshin këmbë. Këtu tani se kisha përgatitur të pyetje. Tani pyetje, jo më fal, një pyetje drejt për drejt. Kjo teoria që e kanë ata shumë të ndyrë, që i duan shqiptarët e Shqipërisë, por nuk i duan shqiptarët e Kosovës. Pse e kanë këtë? Këtë teori të ndyrë. Pse? Po pse? Domethënë ti e ke ndjerë këtë, Po sigurisht më kam ndjerë. Ta kanë thënë? Por nuk kush? Po direkt më kam. Pse e thon këtë? Ore nuk diskutohet fare. Ne jemi edhe ne shqiptarë, edhe ne si shqiptarët e Kosovës. Ore nuk diskutohet fare. Po pse kanë këtë ndasi? Bile, në momentin që marrin vesh nga Tirana, domethënë ata direkt nuk po them në kluatin e gazetarit, se thash një herë, unë kam qelluar me policinë serbe, kam nxjerr dokumentin, thashë dokumenti është ndërkombëtar, është karta IPSI, normalisht Dhe çfarë tha policia? Është rrok, po shoh, s'ka asnjë problem. Domethënë, ndisht nga jeni nga. Se e kanë këtë teori? Ma shpjegoj me që njëke serbët. Ditë them vetëm një gjë, shiko, në imtësi nuk e tani ata këtë gjë tash sigurisht e kanë me Kosovën, se domethënë kur them e kanë me Kosovën e kanë direkt me. Mirë, ajo sigurt na heqësh një kran, edhe ti thua këtë kran tani nuk e ka trupi. Sigurisht sepse ai kosovari në radh parë është shqiptar. Është shqiptar. Pa i fjala kosovare sikur thua shumë s'ka pali. Po në rregull, pa ne po them, kupton? Mirë po shpesh edhe në politikën kosovare, domethënë edhe aty shikojmë gjëra, domethënë që nganjëherë duket sikur themi që, ore, tani bën debat Matoshi me kolegun Shako Hoxha, i thot Kosova është shtet në vete, kupton tani. Çfarë do t'i thuash atij Matoshit me që unë s'kam që them atij Matoshit sepse kam qenë disa herë për televizionet e Kosovës dhe të them të drejtën, bile një ditë kolegu Baku doli dhe tha Ervin Baku dhe foli, po fliste për punën e mos gaboj, nuk e di çfarë ishte, për Brutin, për këtë, ishte rasti këtij Brutin. Futbollisti që ka thirrur me kombëtaren. Tek Euronews gjithmonë del kolegët gazetarë, ndje dhe thonë, kupton, sigurisht që mirë po, kur fliste Baku, i tha, Ervin tha, ti e një gazetarë, tha, që ke dalë, tha, me bluzën serbista, në live, tha, me atë serbista, ti nuk e di se kush jam unë, tha, unë jam ish ushari UÇK-sa, mos fol për Kosovën. Do më thënë, që në këto momentin, e para punës njerë, a i shqiptar, Ervin Baku shqiptar, si që jemi dhe ne. Tani, në momenti që unë lidhe me një televizion atje dhe flas për anën sportive që Bruti nuk ka ardhur as ke Serbia, as ke Gjermania, po ka ardhur te Shqipëria. Pastaj, te shteti jam. Ja kam thënë dhe atyre që në kombëtaren kosovare, sepse trajneri Patatina që është një miku im i Lapit, një klubi në Kosovë, thoshte gjithmonë që unë do shkoj në FIFA, do ankohem dhe do të them që Shqipëria nuk duhet marri futbollista që janë rritur dhe janë formuar në Kosovë. Që këtu... Si i kështë mbiemrin ky? Ky është Patatina. Tahir Patatina është trajneri i Lapit. është ekipi një klub në Kosovë. Edhe ndërkohë, ai flet shumë gabim sepse ekipi kosovar aktualisht, që normalisht për mua, në mentalitet mund të jetë shumë herë më lartë dhe Kosova mund të jetë shumë herë edhe më të mirë se Shqipëria, por them në mentalitetin e futbollistave. Pse? Janë futbollista të tërë landit të rritur në jashtë Kosovës. Nuk kanë lidhje, janë shqiptar, kanë gjak shqiptari, por kanë lindur jashtë. Janë formuar në Basel, janë formuar në Gjermani, janë formuar në për ekipet zvicerane. Okej, mos kalojmë atje, po te kjo Matoshit. Sepse kjo të rroi këtë. Tha ne jemi kom kosovar. Faritha mos e fy, fatikisht mos e fye kombin kosovar. Tha ty. I tha Shako Hoxhës. Jo, te Shako Hoxha e diun. Po. Jo, edhe mua ishte një kështu, kam qenë. Tani si do i përgjigjesh ti kësaj që kom kosovar, kom shqiptar? Kom kosovar, po tani ç'është kom kosovar? Kjo është te serbe. Kjo ti është serb. Unë nuk e di tani... Një kom kemi, një kom i shqiptar. Tani, në momenti që shkoj në një emision ku flitet për sportin, sigurisht fjalën time për faktin që futbollistat e Kosovës janë futbollistat shqiptar nga Kosova, që edhe kur janë rritur në Kosovë, janë rritur në Zvicër apo në Gjermani, ata kanë të drejtën e tyre të zgjedhin o Shqipërinë o Kosovën. Një rast kur zgjodhi Belgjikën, sigurisht... Andan Jonuzi. Jonuzi ne kanë bërë, po them, edhe kjo s'm duket normale. Pse s'm duket normale? Po nuk më duket normale. Edhe i vajti tersa ti pasaj. Sepse asin si ka vajt parë. Kjo është një zgjidhje e futbollistit. Mirë, dakord, zgjidhje e futbollistit. Por të thuash ti që Bruti apo Daku Shqipëria ja vodhi,
Ore kë vodhi Shqipëria po thon. Po mirë, sikur ti ke një shqiptar i Shqipërisë me Kosovë. Po nuk e marrin ata. Pse? Po sepse, po jo, as bëhet fjalë. Prisa është fort kjo, nuk e marr? Jo. E sigurt? Asnjëherë. Domethënë, kombëtarja e Kosovës nuk merr asnjë futbollist të shqiptar të Shqipërisë? Është diskutuar një futbollist që luante me Ballkanin, Nazmi Gripshi. Po. Gjithmonë diskutohej sepse është e di se nuk e marrin ata? E di si është kjo punë? Kjo është kështu, në momentin që ty nuk të merr Shqipëria, fare mirë, shiko, ka një gjë, kur nuk të merr kombëtarja, nuk do të thotë se ti nuk mund të jesh lojtar i mirë. Se ti mund të jesh futbollist i mirë. Janë rrethanat. Problemi është që ne kur grumullojmë, sepse fakti është që Silvinjo kur erdhi puna për në Evropian, disa futbollistë me emër mjafton të përmend Uzunin apo Cikalleshin që i kishin shërbyer skuadrës dhe në një moment caktuar atje 27 burra të shkonin. Po nuk i mori. Po nuk i mori pra. Por kjo nuk do të thotë se ky nuk ishte pjesë e kombëtarës. Në Kosovë diskutohej që Nazmi Gripshi, lojtari rritur është nga Shqipëria. Mos gaboj, duket se është nga Durrësia, nuk e di, nga Kavaja, nuk e di. Nuk ka luajtur me Skënderbeun e famshëm nëpër Nezhë dhe luante me Ballkanin. Një skuadër shumë e mirë, trajneri Lidaja, dyeri në kompeticionet e Conference Ligës. Edhe diskutohej që pse se merr Kosova, domethënë me ekipin më të mirë Ballkanin. Pse nuk e merr Kosova, nuk e grumbullonin. Domethënë deri tani nuk di shqiptar sepse nuk di shqiptar nga Shqipëria të jetë pjesëtar e Kosovës. Ata i kanë dhe ajo që doja Didja i thash, i kam thënë dhe edhe ta i Patatinës, që shiko, futbollistët e Kosovës nuk janë të formuar në Kosovë. Meri të tërë, 11. Ata të kombëtarës. Dhe i bie që po Kosova ku e ka pse i thret Kosova një futbollist që është formuar te Bazeli në Zvicër. Shumë mirë. Po sepse ai thotë kështu. Unë do të daloj, thoshte, do të çoj në FIFA që futbollistët që janë formuar në Kosovë mos shkojnë në Shqipëri. Domethënë disa gjëra, domethënë që unë ti je me këtë që ne duhet kemi një kombëtare, se kjo është diskutuar. Po sigurisht. Ne duhet kemi një kombëtare, Shqipëri-Kosovë. Mund të ndodh? Shikom. Mund të ndodh? Landi, unë jam nga ata që si çdo njeri në këtë ka ato pikpamjet arsyet e veta. Shqipëria normalisht duhet të ketë një kombëtare, por për të kaluar te një kombëtare, Kosova duhet të kalonte në stadin ku është tani, se tash po duket sikur po bëj dhe historiani ose politikanin. Po patjetër që duhet ta bësh historianin ose ti ke një histori në karrierën tënde. Unë ti të them vetëm një gjë që do bëhesh kështu siç u bë, që do të thotë se Gjermania lindore u nda me mur. Shumë bukur e kape shumë bukur këtë. U nda me mur. Dhe ka pasur RFG-rë dhe gjë. Si? Ekipet kombëtare. Ore komunista dhe revizionista po çfarë them? Ai ishin kështu. Po mirë, çfarë bashkonte të dy ata? Edhe pse muri kalonte mu ke shtëpia e njëjtit, edhe te kushtet çuni Xhajës vet ishte në Gjermani lindore, çuni Xhajës tjetër ishte në Gjermani perëndimore. Se ishte ndarë shtëpia në mes. Po, e vërtetë është. E gjitha gjë. Pastaj bashkuan. Më fal, e gjitha gjë ishte në Kipro. Kipro turke, Kipro hungareze, Kipro austriake. Dhe kur u bashkuan Gjermanit, kishin u bëjnë kombëtar. Por nuk mund të bashkohesh te Shqipëria ose në një të ardhme, në qoftë se s'do kalonte një shtet mbete. Ky është ajo. Dhe pastaj janë etapa do. Por kemi dhe një shans që ne kufizohemi me shumë shqiptar folës, se ne kufizohemi me Malezi, ku brenda kemi shqiptar. Ne kemi Kosovën që është pjesë e jona, edhe unë nuk e quaj. Apo shqiptarët e Maqedonisë? Kemi shqiptarët e Maqedonisë. Jo shqiptar folës, po shqiptar etnik. Ore shqiptar etnik. Do me thënë, të gjithë këta tani Kosova do bëshe një shtet në vete, do kishte një flamur, shumë nga kolegët e mi, shumë nga këto thonë që ore ç'është ai flamur, në Kosovë e thonë këtë gjë, ore ç'është ky flamur blu. Por sigurisht me që aty s'do vihesh në flamuri shqiptar, se do vihesh një Kosova shtet në vete dhe pastaj është dorë të Shqipërisë dhe të Kosovës, që ne të bëjmë, por një kombëtare e fortë Shqipëri-Kosovë do të ishte më tepër, sepse ne i bie që në eliminatore të luajmë me Kosovën. Se s'ka asgjë të keq. Po nëse ne kemi një kombëtare Shqipëri-Kosovë, si është ajo kombëtare? Do jetë, po si do jetë? Shumë cilësore. Ore, shiko, unë në këto momente që flas, unë e them pa doreza. Po të hysh kombëtarës Kosovës me futbollistat që ka, në shumë drejtime është më e fortë se ne, edhe për sa. Po. Okej. Tani, vinte kjo ndjesha për ta mbyllur këtë Serbis, ti parashikon që të ndodh i njëjti skenar kur të luhet ndeshja në Serbi? Tani unë parashikoj, çdo gjë e parashikoj. Domethënë, kupton? Ndodh, sepse edhe pse ndeshja, domethënë, atje nuk do luhet në Beograd. Ku do luhet?
Më duket se do luhet në Novi Sad. Në Novi Sad. Më duket se do luhet në Novi Sad. Është më keq. Po jo, nëse nuk ka rëndësi sepse stadiumi sigurisht mund të jetë më i vogël, mund të jetë sepse stadiumi atje ku Ti do shkosh? Po sigurisht më do Në ata serbe do shkosh pra? Po nuk ka rëndësi më. Unë jam stadium pa rëndësi. Oland, Mendoj që mund ndodh diçka? Oland ka një gjë. Në të tilla raste e rëndësishme të jesh në stadium. Unë për të shkuar në stadium të jeti shumë mirë, mënyrat janë akreditimi, nuk diskutohet fare. Unë dhe biletën që ma kishin prerë ata, sigurisht ishte një biletë shumë simbolike. Sa ishte biletë? Mos gaboj, nuk e di sa ishte, ja 12 euro më duket. Okej, ti parashikoj që mund të ketë? Unë e parashikoj sepse janë ata të paparashikueshëm. Ata janë të paparashikueshëm. Tani, foto tjetër, futbollistët që ka thirrur Silvinho. Ta marrë me radhë ndeshjen ton. Tani, Tami, portier, tani, e para njerë mund të përcaktosh pak a shumë cili do jetë formacioni? Shikom, formacioni... Në port? Strakosha. Nuk do jetë Sheri? Nuk diskutoj fare. Ka në inform të mirë Strakosha? Nuk diskutoj fare. E shikon kështu nga preardhja? Jo, e di si shikoj, nuk e shikoj nga preardhja. Nuk është i sigurt. Aktualisht ka kaluar ta Eku, luan kampionatin grek. Ma nuk të jep siguri jo Tami tani, Strakosha ka lënë na me gafa. Tashti më pyete kush do luaj, ama më pyeti kush duhet luaj. Sepse pyetja varet si e bën pyetjen, sepse ti ma bëre pyetjen kush do jetë. Po për ty, a je meriton? Mendoj se, shiko, faktikisht Kastrati dhe Sheri aktualisht kanë marrë minuta dhe luajnë një kampionat shumë prestigjos, siç është njëri në Seri B e njëri në Seri A, por megjithatë, unë do thoja që faktikisht pyetja juaj, më thënë lidhur me Strakoshën, është që në momentet caktuara, Strakosha, është njësoj si Foti, njësoj si babai vet. Jo, nuk e ka rritë. Jo, edhe një foto ka qenë më mirë. Jo, foto ishte shumë i mirë. Shumë i mirë. Priste sa gjëra që ishin pa. Dhe hande në një kështu që ta biste. Po mirë pra, se s'mblet më. Unë tani tifozi Dinamos. Shiko, unë tani nuk krahasoj kush është më i mirë. Po kush është më i mirë? Po, foto Strakosha apo në këto momente? Për mua foto është. Foto është më mirë se i biri. E di pse? Po. Gabimi që bëri Tomasi është që në momentin që u largua nga Lazio, pati një periudhë që aty ku shkoi u duk sikur vari dorezat në një vend që dhe megjithatë ai prap ishte pjesë e kombëtarës dhe ishte titullar te kombëtarja. Edhe pse minuta se ka një gjë. Në kombëtare me minuta 0 është që problem. Sepse të tërë ata që shikon atje në momentin që vinte Strakosha, Kastrati... A duhet ta kishte thirrur... Kastrati kishte një paraqitje shumë... A duhet ta kishte thirrur Etrit Berisha? Tani Etrit Berisha në momentin që është pas skuadër, sigurisht që... Vi tani në të mbrojtja, kush do luajë një herë dhe pastaj... Shiko, tani Mario Mitaj dhe Ivan Balliu janë dy anësorët. Në moment caktuar mund të jetë Ysaj? Mund të jetë Ysaj, po për mua është si e mendoj unë. Ivan Balliu. Po sigurisht. Në qendër është pa diskutueshme Berat Gjimshiti dhe Ismaili? Gjimshiti Ismaili bile që më jepet rasti në këto momente kërkohet nga dy skuadra dhe jo më larg se ka, por Napoli e ka në radar të vet. Ismaili. Po. Do kjo është serioze, unë e kam lexuar lajmin. Nuk e diskutoj. Jo më. Napoli do marrë Ismaili. Do të thonë është në radar të tani edhe Ismaili nga Kosova, Gjimshiti në fakt sa e thon kota nga Kosova, në fakt ai ishte nga Lugini Preshevës. Tani megjithatë dhe bashkëtorën e ka serbe. Tani thuaj diçka këtu. Po. Tani kjo është e rrallë. Gjimshiti, kapiteni i ekipit, bashkëtorën e ka serbe. Tani të na thuaj diçka. Jo që është kapiteni i ekipit, por unë kam thënë gjithmonë që nuk them se u bë mirë që ja hoqë shirin e kapitenit të C-t Ysajs dhe e mori Gjemshitin. Jo, mirë tani se meritonte tani Ysaj përpara këtij tani. Unë çka kam pasur për Ysajn i kam thënë gjithmonë se kam ndjekur ndeshje vërtet. Të kam ndjekur, në shumë ndeshje Ysaj ka lënë shumë për të dëshiruar. Sidomos në ndeshjen me Izraelin kur luanim me Kurtrani te Direja. Megjithatë, një nga lojtarët që na bën të ndihemi krenar, domethënë të ndihemi krenar në kampionatin e Serie A, sigurisht është Gjemshiti. Atalanta u bë vite që është në kompeticione, luan kompeticione shumë të larta, në rolin e liderit dhe jo më larg se para dy vjetësh ai ngriti kupën e dytë për nga rëndësia. Ore, se mos i thot ajo Serbia. Shiko, Serbia. Mos lë të dha çmëri ore. Serbia para se ta ketë Kosovo. Tani jo pyetem, Serbia me kë është? Serbia. Pa është punë për familjes. Se dim do atë.
Po ne brenda familjes nuk po gjejmë dot Tirana Partizani, jo gjejmë Serbin me ata. Tani e bukur është. Jo, kjo është bashortja serbe. Kjo është. Ore, bashortja e Gjimshitit në 7 qershor. Me kë do bëj tifozlik? Për kë do bëj tifozlik? Unë mendoj që ajo duhet të jetë me Serbin. Ajo duhet me Serbin. Po fëmijët, ai ka 2 fëmijë mos gaboj? Po fëmijët? Shiko, me babi. Më fal, ka ndonjë gjë të keqe të jetë me Serbin ajo? Jo, Serbia është tani. Jo, ajo nuk ka gjë të keqe, po ky ç'a burri është ky femine shqiptar tani, që se bën gruan për vete të bëhet me Shqipërinë? Po ky ka gjë që do bëj gola në disa mënyra, kështu që do të fitoj golat. Kjo është batutë e bukur. Do të rakitoj për këtë. Do bëj gola në mënyra tjera. Mbarua me mbrojtjen, mes fusha. Paka shumë diet. Ylber Ramadani. Vetë Ramadani. Po, Ylber Ramadani. Çfarë goli kishte bërë me çishë i gol më, ë? Ylber Ramadani, Qazim Laçi, që ka bërë një, domethënë, për mua është, domethënë, kupton? Kristian Aslani. Kristian Aslani sigurisht, kupton. Playmakeri. Tani ajo që Tani i katri. Tani po Nedim Bajrami, s'ka. E sigurt? Po sigurisht. Ngathet më. Po sigurisht. Ngathet dhe jo shumë i fortë fizikisht. Akoma nuk po i jep Arber Hoxha, nuk po i gjen Arber Hoxha që nga minuta e parë. Domethënë, është këtu është, po sa tani. Si ka mundsi? Nuk nuk di çfarë, domethënë, kupton. Dhe mendoj që sulmi do të jetë, domethënë, do të jenë të dy, do them që do luaj me të dy, si me Armando Brojën dhe me Reimane. Armando Brojë do ishte në minutë e parë? Shiko. Në çfarë gjendje është tani? Është mirë, nuk diskutohet që është mirë. Landi, unë e kam thënë gjithmonë. Kombëtarja jonë, në momentin që flasim ne, ka një lider që quhet Gjemshiti. Është kapiteni i ekipit tonë kombëtar, është sepse kombëtarja ka nevojë për një lider. Është lider? Është lider. As nuk ja afrohet Lori Kçanës? Është lider, po. Në natyrë? Po bile me trofet dhe me ato gjëra që po luan, sigurisht. Shiko, Loriku ka mbetur simbol i një kapiteni. Se ka bërë dot njeri. Ka mbetur simbol i një kapiteni për vetë faktin si brigadier, si i thoshim në vitet 80. Shiko, ka një gjë, energjia, performanca dhe ajo egoja e Lorikut që në momente saktuar tani Loriku na ka bërë që na la me një rytar mangut vetëm nga egërësia sepse Loriku kishte një gjë që edhe ndërhyrjet kishte ato. Pavarësisht skenat e Lorikut me shqiponjën, me tifozat, me atë, sepse e para punës herë bashkë me Asin ka qenë kosovarët e para që erdhën. Kupton? Loriku fare mirë në atë kohë mund të zgjidhte edhe kombëtare tjetër. Mund të zgjidhte sepse ai jetonte në Francë më e kërkua? Ore, jetonte në Zvicër, ai mund të zgjidhte edhe Zvicrën sepse edhe Zvicër po me Franca edhe Franca. Kupton? Edhe kur erdhi, unë mbaj mend shumë mirë sepse kur erdhi atëre, direkt neshin e parë ka luajtur me U21 vjeçarët. Po, e mbaj. Edhe thanë që shiko, ky burri, domethënë, ky burri s'ka ardhur për lut me U21-shin. Ky ka ardhur për lut me Tani, një pyetje kam. Ore, në Dim Bajramin se kemi harruar ne gjithë me atë që u bë atëre që çuam në gjykat më të lartë për në shtësinë shqiptare. Mend? E ka justifikuar? Po, sigurisht. As nuk diskutohet. Tani unë këtu kam disa gjëra, domethënë kam disa gjëra. Po keni një çmë atëherë në smuçi që po djegin fare? Ja pra, domethënë tash këtë keni ju gazetarë që edhe pse nuk keni të sportit, disa gjëra sporti ose më mirë, kombëtarja prandaj është e bukur, sepse kombëtarja nuk është klub, Landi. Por kombëtarja ka një gjë që do të kërkoj ndjes se bësh nga regjia një publicitet dhe kthehemi. 1 minutë. Kamera. Publicitet. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, kthehemi në transmetim normal. Tami, ore, ç'a duhet bëj ky Ernest Muçi më shumë se sa ka bërë që Silvinjo ta fusi informacion?
Mendoj që duhet kapi për qapën Silvinjon. Çfarë bëjmë? Ta kapi kështu për qapën, ti thotë për qapën. Sa se the. Se atë që po bën Landi, atë që po bën ke Beshiktashi, është një skuadër, domethënë, nuk ka. Le që më pëlqen shumë dhe kjo që është produkt 100% i kampionatit tonë. Në një moment caktuar aty vajti një trajner holandez, Beckrost, edhe ai kur shkoi atje, domethënë kishte e shikonte pak problematik gjendjen, edhe u duk sikur sepse është si puna e saj që shiko futbollistat shkojnë dhe nga menaxherët vlerësohen ose ndikojnë nga shumë gjëra, por në momente caktuara që ka luajtur, jo që ka shënuar, edhe ai ka një gjë që është ai gjak ftohtë, domethënë ai edhe veprimet që i bën. Ka probleme me karakterin, domethënë që zihet, ka probleme me trajnerin këto. Fare, patjetër, po çka ka këtu? Thash një, është një lojtar. Çka ka Silvinjo? Është një lojtar, po thot Ami që kështu është trajneri që kë kemi ne me atë trekvartistë siç është. Presidenti i Beshiktasit e bleu plot 11 milion euro. Kur vajti e bleu, e mori me avion privat, i kemi parë të tërë ato. Po si ka mundsi pastaj? Çka ka një problem? Nuk arrit ta kuptoj, ne gjithmonë edhe në konferenca e shtypit i kemi thënë Silvinjo. Dhe si është për Silvinjo? Sigurisht është, ore, Silvinjo thotë që shiko, do t'i vi radha, domethënë është futbollist. Sa vjeç është? Është futbollist. Po çfarë, po shkon 20 sa vjet, 27 vjeç është, domethënë është. Po kur t'i vi radha ti mos e? Po tash. Kur vej 35. Tani, pyetja ime është, si një trajner brazilian mund të përballojë një ndeshje kur luan kombëtare Shqipërisë me Serbinë? Aty duhesh edhe trajneri Rogozhinës apo i Laçit që të jetë një shqiptar që ta përballojë. Ka sa i s'ka të njëjtat emocione. Landi, pavarësisht se ne bëm një kështu, çdo që të pyesësh nga ata që ndjekin futbollin shqiptar për kombëtaren, domethënë lëvizjet në ekipin kombëtar nga një ndeshje në tjetrën mund të jenë 1 ose 2 lojtarë. 11-ja, pak a shumë ajo. Është pak a shumë. Domethënë, vetëm kur kemi probleme, shkojmë në varësi, mund që dëmtohet dikush, që nuk luan Smajli, mund të luajë Kumblla ose mund të luajë një tjetër. Vetëm në raste të caktuara diskutohet nganjëherë sipas kombëtares diskutohet Ivan Balliu me Ilse Tysen, në Krahun e Majt dihet, Qendra dihet, me Sushor dihen. Sulmi ka qenë në varësi kur Broja është i dëmtuar, normalisht kemi probleme, kupton? Sepse faktikisht edhe Daku, po do të thuaj Armando Broja do jetë me në sulm me Reimanën. Me Reimanën, po. Reimanën po. Mendoj që do jetë. Tani ekipi serb është dhe një konsil derisa të dali. Tani, përpara se të komentojmë ekipin serb, presidenti Vučić në një takim me kombëtarin e Serbisë tha që shkoni në Shqipëri dhe fitoni. Ky ishte nxitje për luftë, në thojza, apo motivim? Si e morët këtë? Tani, kjo është ashtu siç bën presidenti Vučić, që dhe presidenti Vučić nuk është burr më i mirë se tërë ata tifozat, domethënë për mendimin tim, sepse edhe kjo pyetje, edhe ky ultimatum që ja jep një trajneri, ndërkohë që trajneri e ka marrë me sportivitet, sepse këtë gjë e di po sigurisht, po pse nuk Stojković, po pse nuk e di, është futbollist i mirë, po as nuk diskutohet. Po si trajner shumë edhe si trajner, po me ka çuar, fakti është që me Serbinë ka bërë shumë mirë. Edhe pse brezi lojtarëve nuk është nga më të mirët. Ky nuk është nga më të mirë. Ti marr me radhë. Tani ti marr me radhë. Për portierët, Rajković, Petrović, Jovanović, Rosić. Shiko, të tërë, thash herë, domethënë në krahasim me Serbinë, kur them me Serbinë, nuk llogaris Serbinë e madhe, domethënë sepse Serbia historikisht kur ishte bashkë me Kroacinë me këto, ishte Jugosllavia, ishte tjetër gjë. Ishte tjetër gjë. Po Serbi. Tani kjo Serbi normalisht për mua nuk është aq e madhe, domethënë përjashto, domethënë për shembull. Mirë, jo, ti marrim domethënë nga portierët, ka ndonjë që spikat? Kush është titullar? Po është ky Rajković. Me kë luan? Mos gaboj luan në kampionatin serb. Po. Vinte mbrojtësit. Pavlović i Milanit. Po. Ai ishte i miri. Ai ishte i sigurt mëse. Normal. Si vlerëson atë? Pse bëre kështu? Po pëlqen? Jo se s'm pëlqen, por fakti është se domethënë kur më përmend një lojtar të Milanit, domethënë të kaputet shpirti. Jo më kaputet, edhe pse s'jam me Milan, mendoj që po unë jam me Milanin pikërisht sepse ka disa emra aty brenda, sepse domethënë edhe kur vjen puna, jo më të mirë se sa. Edhe kur vjen puna prapë Milani prap çalon. Shiko, nuk çalon ekipi, po spati, domethënë ka diçka. Nga soma me Milanit, tani duaj deklarat tënden. Iglitare, drejtori Milanit. Di si tha një kolegu im këtu, po ti ishte me punë në Shqipëri Iglitare, do ishte as shef sektori, tha, në Ministrinë e Kulturës dhe të Sporteve, tha etj se ç'është një.
shiko, Milani është një brand dhe një emër shumë i madh, Landi. Shumë i madh. Mbas 15 Champions League-ave të, unë e përmend gjithmonë, mbas 15 Champions League-ave të Realit Madridit, Milani është me 7 Champions League, pastaj vjen Liverpooli dhe Bayerni me 6. Interi më pak, sigurisht, e Juve, këto tjera të City llogaritën fare. Por Milani është në vend dytë me 7 Champions League. Që do të thotë, është një emër shumë i madh. I quotuar. Mund të kesh qenë drejtori i Lazios. Ka bërë shumë mirë me Lazion, sepse fakti është që ka dalë drejtori më i mirë i Serie A, nuk të nxjerr njeri se je bjond, apo je i bukur, apo je nga Shqipëria, ato t'i japin etiketimin për punën që ke bërë, sepse mund të ketë pasur në punë, siç ka në çdo vend, edhe dështime, por të marrësh lojtar me 500.000 euro, e ti shesës nga 20 milion nga 30 milion, sigurisht që kjo është marketing për sa i përket. Aftësi. Tani ku është ndryshimi? Me Milani sa tani ndryshimi është sepse unë mjafton t'ju them vetëm një gjë. Çdo drejtor ke Milani e ka pasur rrogën gjithmonë mbi 3-4 milion euro. Mbi 3-4 në vit, në sezon. Çdo drejtor si punë e Iglit. Tani Igli për shkak të një realizimit të një ëndre të madhe dhe realizimit që tha mu realizua, sepse ne ëndre fëmijërisë. Edhe te Panorama Sport ne kemi botuar, domethënë kemi botuar shkrimin që Igli e kishte, domethënë, realizimi një ëndre, sigurisht në momenti që ishte në Itali dhe kur ishte ke Lazio, sepse kur je ke Lazio, ti e mendon njësë pas nesër një drejtor edhe ke Juve, edhe ke Inter, edhe ke Milani, flas ke emrat e mëdhenj. Sepse Lazio nuk ka krahasim me një emër të madh siç është Milani. Dhe sa e ka rrogën tani Igli? Igli ka bërë një kontratë 2 vjeçare me një rrogë 800.000 euro në vit. Po pse kaq pak? Po tani kjo kompromisi është bërë atje. Ka ulur pagën? Kompromisi është bërë atje sepse e para punës herë dhe Milani ka probleme. Domethënë Milani nuk ta kishte 3-4 milionë euro. Milan, domethënë ai ka pranuar këtë gjë sepse mjafton, domethënë thashë kjo mund të jetë në plan të dytë. E kuptoj. Pavarësisht ana financiare. Ti parashikoj që ai të ketë sukses? Tani un parashikoj sepse ai direkt ka filluar punën, ditën e hënë është bërë prezantimi. Për mbar kombin shqiptar është një nder shumë i madh që një legjendë e futbollit shqiptar dhe kombëtare shqiptare, mbas eksperiencës si futbollist me skuadrat në Serie A, mbas eksperiencës drejtor i një skuadre si është Lazio, që dhe ajo është emër, të shkosh ke Milani për mua është një ëndër e realizuar e një legjende të futbollit shqiptar. Dhe këtë Igli tashmë e ka bërë realitet. Ditën e hënë ai është prezantuar para skuadrës, ka filluar punën, puna kryesore. Çka kënaqësi e ti. Igli Urime, Roland, faleminderit për qafime. Një komunikim nga më të rrallë, domethënë çka krenarie është një bashkom mbas yti. Për më tepër që unë vllajin e Iglit Auroni kemi qenë shok edhe sigurisht ne unë kam respekt edhe për babain për Isai. Por e majmon që të vogël kur vinte dhe lunin ato 10 minuta në pushim të ndezës, kujtohet? I ke parë? Di, as po të thuaj edhe. Dhe çfarë krenarie është që ky iglitar e ti? Dhe është të arrit drejtori Milanit. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe. Ka filluar direkt punën sepse Milani sigurisht që ka probleme. Domethënë edicioni quhet pothuajse i dështuar. Po, jo, iglitari do ketë sukses apo jo? Unë do them, unë them që do ketë sukses. Do ketë sukses, thash një herë. Ka filluar punën dhe ai trajneri që mendoj unë mund të jetë Allegri. Allegri. Domethënë as nuk e diskutoj sepse diskutohej Vincenzo Italiano, trajneri aktual i Bolonjës. Por nga lajmet që vinë nga vendi i fqinj, duket se ka rifreskuar kontratën me Bolonjën, e cila po bën shumë mirë në Serie A. Allegri është shumë mirë. Po nuk diskutohet fare, më kupton sepse fjala jote në vesh të Perëndis. Dhe them, por ndërkohë ka shumë probleme, sepse duhet të mbaj aktualisht lojtar, për shembull, Teo Hernandez, Leao, janë disa futbollista që kërkojnë nga shumë klube. Edhe Rangers. Po, normal, po mora këta që duhet të janë gati me valigje. Të ndihmi ndaj milionave, sepse ata sigurisht janë që skuadra ka nevojë për reformim, dhe ai ka të gjitha, sepse mua më pëlqen zgjuarësia e Iglit, është një lojtar, ka kreativitet, sepse ka fantazi. Edhe si lojtar, edhe si futbollist, domethënë ka diçka Landi, me performancën që ka pasur Igli, është një lojtar shtat lart dhe normalisht lojtarët shtat lart kanë problematikën e tyre për sa i përket përshtatjes në fushë, sepse vetë statura është e tillë që shikon, domethënë kupton, ndajherë themi
për një lojtar gjatë, po mëse ky vetëm me kokë nuk pason dot ande këtej Igli, të gjitha gjërat i ka pasur. Por ajo që ka qenë me veçantë Iglit është inteligjenca për sa i përket momentit që ka pasur, sepse ti marrësh me 500.000 euro, e ti shesësh me nga 20 milion euro, këto janë gjëra të dokumentuar ke Lazio. Pavarësisht se gjërat pasaj nuk e di si shkuan më vonë dhe presidenti Lazio ishte ato të Okej, tani, kthehemi edhe një herë te këtu. Cilët futbollist vlerëson te ekipi serb? Pra jem te mbrojtja Pavlović, se aty mbetëm ne. Tjetër kush është? Simić? Po. Me kë luan? Po, shiko, shumica këtyre luajnë kampionat serb? Shumica këtyre luajnë kampionatin serb. Mileković? Po. Mileković mos gaboj luan në Francë. Në Francë. Luan në Francë. Tani, mes fushor. Kë vlerëson më shumë? Samardžić me kë luan? Serbi komplet. Serbi, ë? Këtë, po, ky është i mirë, ky Gudel, ky Nemaja Gudel. Nemaja Gudel. Po. Me kë luan? Serbi dhe ky Serbi, po. Stanić, po. Shiko, nga të tërë këta. Po me Milinković Savić? Po pra në Francë. Po është? Në Francë. Jo se kam këtu. Më falë, ka shkuar në Arabi. Në Arabi, po se ka marrë. Po si duket e se ka marrë. Po. Kjo është habitshme kjo. Tani, në sulmus. Foli çik për këtë, Luka Jović i Milanit prap dhe përbindëshi Dušan Vlahović. Foli çik për këtë. Tani ky është ky të rast petllën ky. Jo, ky të rast petllën. Do mbajtë më. Ky të rast petllën, po unë personalisht pritshmëritë e këtij kam më të mëdha. Domethënë i shoh çik më të mëdha. Domethënë duhet karakteri keq? Është i çik, domethënë jo, flas duhet të jetë akoma më i egër, si thonë, vëllai. Po pra, dhe është problematik. Shumë ashtu. Ai do ketë probleme me edhe tifoza, do jenë pak lajme, do luaj keq. Sigurisht. Tani, por ndeshja është futboll. Landi, më thënë, ajo që unë për shembull këtu e shikoj një ndeshje normale, më thënë të garantoj 100%. Tani, të lutem regjia, ma kthe edhe një herë Shqipërinë, se do të bëj një pyetje $1 milion. Kush jo Shqipërinë kombëtar, kush shënon gol? Shiko, është një ndeshje e para punës njëherë, ne na duhet fitoria, nuk asgjë rezultat tjetër për ne është dështim. Do të thënë, nëse ne nuk fitojmë, është dështim. Nuk humbasim shansen për botën. Nuk ka. Nëse fitojmë? Nëse fitojmë, po. Kemi mundësi për të shkuar. Sepse ka një gjë. Po, ne shkojmë. Ne fitojmë këtu me Serbinë, po, dhe duhet shkosh për të mos u mundur. Ore, për të fituar, po për mos u mundur. Në Letoni? Sepse ne për... Flas në Serbinë. Në Serbinë, ndeshen në tetor. Landi ka një gjë. Shiko, edhe Andora, edhe Letonia kanë në rëndësinë e vet. Po sigurisht. Dhe Anglia, unë e kam thënë, dhe Anglia, se ka diçka. Ti umbet, sa umbet. Shiko, ti mund të lesh 6 pikë me Anglinë, ndërkohë që Serbia mund të lej 3 pikë atje dhe mund të marrë një barazim. Merr një barazim, ka rëndësi. Tani, ne garën e kemi me të tëra skuadrat, që nga Anglia, që nga se... Tani, garën direkt me Serbinë, e di si e kemi? Me Serbinë e kemi që 2 ndeshje kemi ne. Edhe këtë e kuptojnë të tërë. Baza. Që do të thotë, një në Tiranë, një në Serbi. Këtu fito? Ne duhet që në takimet ballë për ballë, të cilat mund të dalin dhe 0-0 dhe 1-1, duhet ta kemi gjithmonë, duhet të jemi sipër Serbisë në ballavaqimin drejt për së drejti. Që të kaloj. Që do të thotë, nuk ose mund të dalin barazim, fitoj Serbia atje, ne jemi poshtë Serbisë. Se i bie pasaj të rafi Mangdim. Më fal, i bie të mundi Mangdim pasaj. Po pra, parashikimi yt sa del ndeshja. Prapë se prapi. Shiko, unë ndeshjen e shikoj me rezultat 2-1 fiton Shqipëria. Fiton Shqipëria? Për mua. 2-1 Tami Kona për Shqipërinë. Armando Broja dhe një lojtar tjetër që mendoj unë që do bëj gol është Kristian Aslani. Kristian Aslani? Po. Dhe këtë gol mendoj që do ta bëj me penallti. Sa e bukur kjo. Tani, kur të bëj gol Shqipëria në atë moment, çfarë do bësh ti? Mund ma thosh këtu, çfarë do bësh ti? Tani. Jo, këtu Tami Kona. Ka një gjë. Jo, këtu. Shikoj, nuk e parashikon dot. Se çfarë mund të bësh? Më ka arritur deri nga vitet 2000, ç'mendesh? I kisha gjërat, domethënë, kupton, pavarësisht se mbas 90-s, për shkak të profesionit, kam parë shumë ndeshje, domethënë, vetëm ka një gjë. Jo, po të them, shiko. Vetëm t'ju them, kam parë 9 finale në Champions League direkt në stadium.
Nën finale Champions League. Nën finale. Evenimenti më i madh për mua në futbollin evropian dhe botëror është një finale Champions League-s. Këtë e them pa doreza. Kampionat botëror, ndeshje nuk kam parë. Eliminatorë evropiani, fal Shqipërisë edhe kush kam qenë Shqipëria kam parë. Ke parë. Finale nuk kam parë. Nuk e parë. Por nuk e krahasoj. Parë thot për stadiumore, jo në televizor, se ne të rinj, adoleshentë viteve 80 gati thoshim që kur nuk shkon në stadium, nuk quhet që ke parë ndeshjen. Nën finalen e Champions League-s. Nën finale. Domethënë finalja e parë e Champions League-s ka qenë me Milan Barcelona në Athinë. Kur kam shkuar për e të parë në Athinë, kam shkuar në stadiumin e Athinës dhe kam parë vendin ku Juvja ishte mundur nga Hamburgu me golin e Magat. Tani do të pyes për vete, po rrinte këtu. Çfarë do bësh kur bëj gol Shqipëria? Se unë bishem për vete tim do të shmenda, do idhe për pjet. Çfarë do bësh? Do gëzohem, po jo çmendim. Po pse do të? Po s'ka më ka rënë ajo, s'ka, nuk e. S'ka më me Serbin, fitosh me Serbin? Po mirë tash do të dal nga vetja. Ore ju që flisin çik greqisht juve sikur i ke filluar. Po ne flasim greqisht normal, po jemi shqiptar. Po jo, ti je shqiptar. Parashikohet një incident në një gjë këtu? Zero. Tifo me biletat si është? Problem është. As vetë se di nuk kanë dalë fare akoma. 20% e stadiumit mund të jetë akoma nuk është vendosur si do mbushet, domethënë a do ketë serb në stadium? Jo, nuk do ketë. Ky është vendimi i UEFA-s. Dy federatat kanë rënë dakord që as Shqipëria mos shojë tifozat, nuk bëhet fjalë për delegacionet, sepse një delegacion. Çfarë do të thotë delegacion? Një delegacion mund të thotë gazetar, do të thonë. Sa mund të jenë ata këtu? Ata mund të jenë numri, ja, edhe më pak. Numër shumë i. Po ne atje? Po sigurisht. Edhe ne pak a shumë. Në bazë të atyre, kupton? Se gazetarët si ndalon. Ata vinë një ditë para ekipi? Po sigurisht. Do ndeshja është datën 7, ata vinë datën 6. Ata vinë një ditë para sepse 24 orë përpara bëjnë shërbitjen në stadium. Në orarin e ndeshjes. Në orarin e ndeshjes, ë? Domethënë do bëhet ndeshja në Pançarek me datë 7, ata me datë 6 bëjnë shërbitje. Në të njëjtën orë do bëjnë shërbitje. Në shërbitje lejohet të shkojnë gazetar? As gazetar, as për bilete për gazetarë serb, ashtu si në disa raste edhe kur bëjmë. Po konferencë për shqipit do ketë Dragan Stojkovic? Po. Do ketë. Kur e ka? Një ditë përpara. Atëherë, çfarë pyetje do t'i bësh ti kështu $1 milion Dragan Stojkovic? Se ti dy është konferencë për shtyp, edhe do të ndiej kështu. Unë do t'i bëj vetëm një pyetje, do t'i them që do ta ndiqni këshillën që ju ka dhënë kryeministri? Se më pyetje më të madhe se kjo çfarë ti bëj. Bravo. Çfarë ti them? E keni akoma atë ose si them Zoti Dragan Stojkovic. E keni ultimatumin e kryeministrit? Do ta ndiqni këshillën, jo këshillën, urdhrin. Urdhrin e presidentit, ultimatum fiks, e gjetë fiks. Ultimatumin e presidentit Aleksandar Vučić që shkoni në Shqipëri dhe fitoni? O sa e bukur. Shiko, është ultimatum. Zë radhën ti et pyetje parë, jo pyetja nga fundi. Pas nuk diskutojmë. Të thonë 3-4 pyetje thot. Kush e ka ndor Fationi? Është një gocë aty. Jo, po zë radhën du ta bësh ti pyetjen. Kjo është pyetja më e dur. Por nuk diskutohet fare, po çfarë thotë? Bravo Tami, bravo. As nuk diskutojmë, është pyetje. Tami, ne si do sillet publiku atë ditë? E kemi treguar. Landi, me thashë, e di pse? Për një gjë që ka ndodhur nuk mund të zhbëhet. Në Elbasan fitoja. Jo, e di çfarë më kam. Të fitonte Shqipëria 2-1 në Serbi. Bëmi, shiko pak. Si çfarë? Beshnami. Por nuk e para punës që ndeshja nuk do mbaronte një. Nuk mbaron. Sepse në momentin që ne do ishim 0-1, po? Domethënë, ata miqtë e mi më thanë mua që, ore, derisa të bëj gol Serbia, ju s'keni radhë. Ua. Sepse kjo është ajo që ata e kanë edhe që të bën, sepse fundja, ore unë nuk po e ç'bëj ndeshjen, unë si gazetar nëpërmjet këtij profesioni, nëpërmjet emisionit tuaj, nëpërmjet studiove ku dal, them që luhet futboll. Është një ndeshje futbolli. Nuk është asgjë më tepër se futboll. Se kam një parandje që ai Vlahovic që është karakteri keq. Do ketë përplasje në futbollist me tifozat. Ore, ai mund të ketë përplasje, ai mund të ketë përplasje. Unë di të them vetëm një gjë. Tani, shiko, ata tifozat nuk kanë shku në teatr, ku kërceti violin aty në opera, apo një zë atje. Tash ata janë në stadium. Tifozat ku që zi do jenë gjithë? Nuk e di. Se di çfarë ndodh me ata, sepse është punë biletave, s'ka. Do të thonë ata nuk e kanë për tifozërin. Jo, nuk e di. Çfarë thua? Nuk e di. Sepse mbrapa portave nuk do ketë tifoza fare. Do të thonë për gjithë ata që nuk e di, mbrapa portave, 2 portave. E para punës janë. Ata aty rrin. Po ja pra po të them, mbrapa portave. Po.
20% deri në 30% e stadiumit duhet, sipas asaj duhet jetë bosh. Po pse? Për të mos e lënë bosh, mund të çojnë në zënën shkollave të organizuar. Domethënë kupton, jo tifoza që ka lidhje me, sepse tifogrupi i kuqezi rin mbrapa portës e kanë vendin. Tani, aty edhe bileta është më e lirë, sepse biletat e tjera sigurisht janë çmime shumë të kripura. Domethënë bileta përballë, tribuna përballë është shkon nga 150.000 deri 100.000. Edhe tribunat dhe VIP-et janë nga 300.000 deri në 500.000. Po çan këto çmime? Po tani këto janë çmime që Por ti ke parë 8 Champions League, finale Champions League. Sa ka qenë bileta atje? Po s'ka më se Një sekond, një sekond. Sa ka qenë bileta kur ke parë finalen e fundit?